Faleminderit. Atëherë, ishte shprehur hapur në fakt qëndrimi që kishin partitë politike si Partia Socialiste ashtu dhe Partia Demokratike në diskutimet që janë bërë në fakt në komisionin e posaçëm, duke shkuar kështu në këtë propozim me 15 bashki më pak. Para se të flasim lidhur me argumentat që përdor Partia Socialiste dhe pse çfarë pra i bën më pak efikase numri bashkive që është aktualisht, fillimisht 15 bashki më pak, si e pritët, u surprizuat? Jo, nuk u surprizova, s'mund të surprizohesh nga një mazhorancë, po dhe nga një klasë politike, e cila, pavarësisht nga konteksti, protestave, apo i një zgjimi që ka ndodhur i shqiptarëve për shumë problematika me cilave patjetër që është edhe kjo e pushtetit lokal, sepse në fakt shumica e shqiptarëve e kanë të lidhur jetën për teritoret caktuara të quajtura bashki apo njësi administrative, ku që problematikat janë shumë të mëdha, dhe ajo që pam ishte ajo që kanë bërë gjithmonë, pa transparencë, pa një debat, u bë gjoja një tip teatri mes përfaqësuesve të PD-s dhe të PS-s nëpër Shqipëri, por asnjëherë nuk u mor vesh, madje edhe ky projekt që nga kthyer në projekt ligj që është depozituar nga PS-ja, edhe ky projekt i reformës doli si ata lepujt nga kapelet e magjistarëve, na doli papritur. Një reformë